Dullo, që që t'ja shumë Ramazan? Ai, mirë me nisë të shtonë. Koha, shku, edhe të shumë të pesë, do të shku puna mirë, e shku të shku. E tash ti, marrë me tha, s'po moj ti të shkojnë ku e fresë, super, Ramazan ma të mirë. Pa, valla. Ejni me, Artoni me në ka unë të shka sot të darë këne pare, mo të se më pare. Ka sharu borë që shumë, baj. Ja, be, Artoni. Një me ka pos punë taj, nuk o kun keqë. Po daj, s'ka pas ku me di se qka, ma sa për me jetu një jetë normale, mirë bo ka unë qka ka? A, ta tini si në tini, baba. Jo, ik se dhe Ramazan që janis me në shtim që na, ik. Shka do të një majtë, shak i ke pos. Rebe dëlla mësë janë, mësë që pas ka njësë borë që kam janis, mësë sel këne pare, që janis edhe neve, shtash mësë në mina lipë, se ik se di vetin për kamëne. Mësë që pas ka njësë që ashtu aje. O, Allah i shok, që shë për thërë, me veku, bo, ma, pa jam këtë të tishë. Ja, driton, jep me dërën tonë, mësë ne merë me një qimi probleme, ik vla. Për pravoj, s'ka flasë. Allah i hajrë një, dha është zdi që ka të mështë. Jam një mati me qatë dostin tëm, se kom thira së Ramazanin mja urua s'kur gjo. Hajde me driton, hajde mos që kur pikësh një sahat. Ka dalë se kjo lojesh. Aj, po, kështë të më tërë, parë zotë, që. Këso mirë, be. Qa kështë ashtë? Jo, se qenë që fatë. Ja, kënë Ramazan gjithë marak gjumin e ka posë me flejt, te në vakt iftarit. S'pja prishi gjumin ma shumë heq. Një me dhe driturin se kom thirë mëti. Ta thirë edhe ta veti që a i ka punë të shatë të bonë. S'jam një me këtë dosta mëti edhonë. Edhe këshere ka në të thirë të? Tash se, pash zotën të tjë të thirë. Kiso mirë, be, ki ka me të zonë shtu. Ha? Ma e men se ki ka me të zonë. A po s'ka porë? Mësë qenë. Jo, pa qenë. Mësë qenë. O, s'ky s'ma qelka. I këta më do këtë. Edhe njerës pa gojle, be s'kam faj. Dhe o t'je vdosht hojren se fjetë më pik ditës. Ua, venës, edhe që pasë. Nuk jam edhe bashkë ngoshtë të bashkeq, po me beku më bo mo kojtë. Atë sarton, atë kojtë se... O, driton. Me pare tem, po më delë problem. Po, që ti do shta me dalë, done. Jep ati mos këte, jep ati mos këte, jep ati ma vlati, shok ama. Po prishish me këtë dhe jam, këshe me bo mire, po bërë ma këtë. Po ja, ve vlat çfarë. Hajde. Bravo.
O Allah, mësë më kërit me bërzlit që i kanë. Edhe uj maftyrën e ndershme që jam mundu, si pas urdhrave tua, gjithmonë kam vepru. Alo, Horta, po që sheve, po? Pa, ki kove dalish pak që t'ju ke komplet tokën të mala jota aty. Po. Hajde, vla. Hajde, Leo, shka të shqipmi aty, për shpet ko jam aty. Po, ta vena një muabe, ta vena mundësisht. Hajde, vla. Qesh ta shune po da, sa ora jam aty. Hajde. Ua kishi. Po ku je? Aje si. Qysh je? Aje mirë. Në mra. Ma mujtë, Që ka dole? E kishi më thira, thash. Valla, Kjo është të nejtë dola, me një herë, se... drejtën të kalzoj, thira modeste për qatë venin që e ki, që ty Atje... po basha nej, po di për punë të hajre tjerë dhe të kalzoj, edhe unë më gëzu edhe ti më gëzu. Hajrë për të dëtë. Po, valla, po përshët që e kum leju në këtë 4-5 hektere ku marë, në ashtë e ki haberin. Po, shqyr që ta ka mundësu zoti, e isha Allah e gëzën. Amin, valla, po, është një punë, është që menoj që për të dy të hajrë është, ta kupton. Qatë pjesën ku e kiti që ati. Po, këtë për skejtë rrugës kryesore. Por mu është shumë e vlefshme edhe pësë është e vogël. Mirë po ma qelen shumë udhën, që fabrikën të drejtë shtu, e du më bëj hymje pik nena me dorë ta nena. Po, kishi, po, ne jo që e shfrytëzoj ku me ditë sa shumë, që edhe është e vogël ajo, po... E di, unë e di që sa kushton aja, edhe ti vetë e din besa. Vallaj ta paguj 200.000 euro t'ja për ato. Po, kishi, po... Edhe pse ti vetë e din, nuk banë ma shumë se 7-8.000, 10.000. Ama, unë tash nëse s'muj me bo atë planit që e pata në plan, me bo hyrje tani dale, duhet fabrikën me ndrisë knena, ka me më qelë shumë pun, ka me më qelë, di mundësisht normalisht, edhe ty të konvenon, edhe mu ka me më konvenon. O, kishi, po, nuk jam mësuve une me shit, edhe, po tu nga vetë hinë hak. Jo, be vlo qëfar haki, vallaj, bilaj, sa ta qërshgojnë, une jam gjendje me ta pakujt, vallaj. Kishi, nëse une nuk të hinë hak, për hajrë nga koftë. Po, hajrë, paç, E ti me që Allah e gëzën. në hak nuk hinë, une vetë tha shmimin. Nesër me mëngjes shkojna të noteri e në shkrym edhe pare diki kesh i ki, vla. Inshallah e sheh hajrin. Amin, edhe ti inshallah ja shef hajrin. Unë ma morë. Amin, faleminderit shumë. Hajde du. Ishtë rej? Hebe qka u. Ha be dullam. 200.000 euro, i kishë bo. Hazve mas fal pali. Hazve ku ka qi kartoni 200.000 euro me i pas. Mone, pasha zotin, njoni që dëshke atë tokët që e ka, ishtë në dres një fabrikat nga. Dhe vaj pranone si fabrikës kishë ujë kishë panë atina. Vëlla, ama shetë më tokët që të vogre, veca për dalim dore. Kishtë në sa dush tjera, edhe kishtë në 200.000. Pasha zotin. Thërë telefon vetë? Valla po gjalosho. Thërë. Ashtë... I bravo i kofti, valla po. Si ndua po. E ta pravojnë? Ose nëse një zatë. Se...
Jaseninja. Ka pa parë, Allah dhe këtu, valla pa më gëzove. Bravo be, e ka merituar. Prove? Ti qka të folë? Jebe mu gjatë ma qelar tu. Goze, pa, goze. Ha? A zë cingru? Se qela? Ja. Ka ne punë, sigurisht, ka ne punë shtu. Pas ka po pare, mo. Më si ka lipa i më herës, më si zva që telefonë të shka. Si ty më kalim do shta në herë, po ja jam konë me punë, ja se një kom qenë do shta ma. Ja be, se ka, ja be. Bismillahirrahmanirrahim. Feja islame në parimet e saja dëshiron që shoqëria, njerëzit të duhen njëri me tjetrin në baza të fejes dhe të kenë një shoqëri të shëndosh e cila është e lidhur për hir të Allahut fuqiplot në baza të moralit, në baza të fejes e jo në çështje të kësaj bote ose për interese të ndryshme të cilat i bashkojnë dhe për një kohë shumë të shkurt edhe i ndajnë njerëzit. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i frymëzonte, i mësonte dhe i edukonte shokët e vet, e kishte përparim që të duhen në baza të shëndosha fetare edhe morale. Këtë më së miri e tregon edhe Saad ibn Muadh, një shok i pejgamberit alayhis salam, i cili kur e pranoi islamin, kishte një shoqëri të gjerë në ignorancë para islamit. Dhe hapin e parë që mori ky person, ju drejtua shokëve të vet që i kishte. Nëse më doni me sinqeritet dhe më keni pas shok të ngushtë, pa interes të kësaj bote, unë ju kisha ftuar që të gjithë juve të e pranoni islamin dhe të kthehej tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë me këtë hap ata shokët ju përgjigjen pozitivisht dhe të gjithë ata u kthyen së bashku me Saad ibn Muadhin dhe e përqafuan islamin. Këto i tregoj mjaft qartë shokëve të vet se sinqeritetin që e kishin të kaluarën donin ta vazhdonin edhe në islam edhe më tutje. Po ashtu kemi shumë fakte nga thënjet profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se shoqëria duhet të jetë e qiltërt, e pastërt, e sinqert dhe në baza të fejes dhe të moralit. Këtë e tregon më së miri hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besuar askush prej jush përderisa të e don për vete, të e don për të tjerët atë që e don edhe për vete. Kjo ishte një maksim e fuqishme që ja drejtoj gjithë shoqërisë tonë, e në veçanti rinijës dhe atyre të cilët e duan njëri tjetrin që ajo dashuri dhe ajo shoqëri të jetë pa interes, por të jetë me në baza të shëndosha fetare edhe morale. Mund ta ilustrojmë dashurinë e sinqert me një shembull që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tha shokëve të vet nga gjeneratat e kaluara. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Një person kishte marrë rrugë të gjatë për ta vizituar një shok të tij që e donte nga sinqeriteti dhe që nuk i bashkonte çështja e kësaj bote apo ndonjë interes tjetër. Dhe fa arsadallahu lahu fi mudrajatihi malakan. Gjatë rrugtimit Allahu xhaleshanuhu e dërgoi një melek i cili e përcilte edhe ruante këtë person. Dhe pa mri deri tek vizita apo shtëpia e shokut të tij, atëherë në formë të njeriut ju paraqit meleku dhe i tha: "Ejne turid." Tha: "Ku je tu shkue? Çka dëshiron?" Thot: "Jam duke shku me vizitu një vëlla timin, thot, të cilin thot e kam shok nga shpirti dhe nga zemra." Thot: "Po çfarë interesit lidh me ta?" Ky i përgjigjet: "Nuk kam kur një farë interesin ndaj tij,
thot ahbebtuhu lillah, thot e du për hir të Allahut edhe jam duke e vizitu për hir të Allahut. Atëherë meleku i tregon, thot ana rasulu min Allah, thot unë jam një i dërguar i Allahut, jam një melek që Allahu më ka dërguar deri tek ti për ta dhënë një porosi. Atë person që ti e don për hir të Allahut, fa ehabba Allahu lek, edhe Allahu ti të don. Do thot u fitu dashuria e Allahut fuqiplot nga se ai kishte edhe dashuri ndaj të sinqert ndaj shokut të vet apo ndaj kolegut të vet. Po ashtu Musa al-Ashariu radiallahu anhu e citon një hadith pejgamberit alayhis salam që thot inna lillahi abidan lejsu bishuhada wala awliya wala anbiya. Thot tek Allahu janë disa rob, disa njerëz të cilët as nuk janë evlia, e as nuk janë dëshmor, e as nuk janë pejgamber. Yaghbituhumul anbiya'u wash-shuhada'u min manazilihim wa muqarrabihim wa maq'adihim ila Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Mirë po, ata njerëz i xhelozojnë edhe pejgamberët, edhe dëshmorët për nga afërsia që kanë te Zoti dhe për nga pozita e lartë që gëzojnë te Zoti. Dhe qile menhum ya Rasul Allah le allena nuhibbuhum. O i dërguari i Allahut, na trego kush janë ata se ne ndoshta do t'i duajmë edhe ne ata njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, humul ladhina tahabu bi nurillah min ghayri nasabin wala arhamin. Tha janë ata njerëz që duan njërin tjetrin me sinqeritet për hir të Allahut, me nurin e Allahut, pa qenë as farefis, as lidhe të gjakut, as lidhe të miqësisë, por e dojnë njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut. Dhe ky shembull tregon mjaft se ata njerëz të cilët e dojnë njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu, do të gëzojnë privilegje të larta dhe do të kenë një afërsi të madhe edhe në ditën e gjykimit tek Allahu xhaleshanuhu. Po ashtu çështja e shoqërimit është shumë me ndikim tek njerëzit, nga se pejgamberi alayhis salam tha el mar'u ala dini khalilihi fanzur men yukhalil. Personi tha është në fejen e shokut të vet. Keni kujdes kënd po e bëni shok. Pra shoqëria, shoku lën ndikim të madh, ka një influencë tek personi se ka po orienton jetën e tij edhe punët e tij. Nëse është shoqëria e ndershme, qiltërt edhe e mirë, normal që edhe personi do të jetë i mirë. Siç themi ajo fjala popullore, trimi i mirë me shumë shok. Dhe ne duhet të zgjedhemi shoqërinë pozitive e cila na drejton nga e mira dhe na drejton nga udhëzimi. Shpesh ndodh që njerëzit kur kanë interese ose janë të lidhura me çështjet e interesit të kësaj bote, ajo nuk do të zgjatë. Dhe në momentin kur ata shkoputen, fillojnë edhe të flasin kundër njëri tjetrit. Po ashtu fillojnë edhe të shpifin, fillojnë të mohojnë edhe vlerat e mira që i kanë pas, për arsye se bjen interesi edhe bjen shoqërimi i drejtë. Dhe në këtë rast personi i cili shkputet nga shoqëria duhet të ketë kujdes se të e ruan gjuhën e tij dhe të e ruan edhe të mos flet për të kaluarën dhe për gjërat initime. Sa për kështu kemi edhe një rast specifik të Jusufit alayhis salam, i cili kur e pa se shoqëria është dobësuar shumë, është e ligë, ka filluar moraliteti më të madh të përhapet edhe shpifjet tha. Es-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Tha, burgu, izolimi është më i dashur për mua se sa thot shoqëria e pamoralshme. Këto është një mesazh i fuqishëm se njerëzit e mençur nganjëherë duhet të jetojnë më mirë të izoluar se me shoqëri të keqe. Dhe izolimi nganjëherë e ka atë shijen e vet. E sidomos i mençuri mund të shijon
nga se mund të i shërben edhe për meditim, edhe për ringjallje të mendimeve të tij, por edhe për një ndryshim pozitiv në jetën e tij. Dhe në fund krejt, pejgamberi alayhis salam tregoi se personi i cili është i fuqishëm, është ai i cili e përmban ose e zotron vetveten e vet. Ati është fuqia e madhe. Tha pejgamberi alayhis salam, lejse ash-shadidu bisur'a, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu fil ghadabi. Thot, nuk është i fuqishëm ai i cili e mposht kandidatin tjetër, por i fuqishëm është ai i cili e zotron vetveten kur është i hidhur. Dhe pra fuqia kryesore qenka që ne ta zotrojmë vetveten dhe të mos jemi prej atyre të cilat e shprehemi atë urrëtitjen, mllëfin edhe hidhrimin.